Gjermania dhe disa shtete të Bashkimit Evropian po avancojnë një iniciativë për të përdorur asete të ngrira ruse në favor të Ukrainës, pas pushtimit të saj nga Moska. Sipas presidencës daneze të Këshillit të BE-s, synimi kryesor është të sigurohet që vendimet të merren me shumicë të kualifikuar, duke parandaluar që shtetet miqësore ndaj Rusisë brenda Unionit, si Hungaria, të bllokojnë qëndrimin e këtyre aseteve përmes vetos. Banka Qendrore Ruse ka reaguar menjëherë duke i cilësuar planet e BE-sit të palishme dhe duke paralajmëruar se do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur interesat e saj. Sipas saj, Euroclear, institucioni financiar në qendër në Bruksel, që mban shumë nga asetet ruse, do të paditë në një gjykatë në Moskë për veprimin që banka i konsideron dëmtuese. Aktualisht fondet ruse janë ngrirë nga vendimi i sanksioneve të BE-s, duke penguar përdorimin e tyre për kredi afatgjata dhe duke vendosur një kush që paratë të kthehen vetëm në rast se Rusia do të paguajë riparimin pas përfundimit të luftës. Shtetet që mbështesin këtë plan bazohen te nenet e marrëveshjes së Bashkimit Evropian, veçanërisht të nenit 122 që lejon miratimin e masave emergjente në raste vështirësish të mëdha ekonomike. Dekreti pritet të miratohet në samitin e BE-s në javën e ardhshme, ndërsa zyrtarët rusë kanë tekstuar se çdo përdorimi i këtyre fondeve nga BE-ja mund të marrë përgjigjen më të ashpër. Ky zhvillim thekson tensionet e vazhdueshme mes Moskës dhe Brukselit mbi pasojat ekonomike dhe ligjore të luftës në Ukrainë.